Në ngjarje të rënda kriminale kanë tronditur paraditën e së mërkurës zonën e Lezhës, ku policia po hetohet paralelisht për një plagosje me armë zjarri dhe një shpërthim me lëndë të dyshuar plasëse. Ngjarja e parë është regjistruar në Shëngjin në ambientet e një kompleksi ku një 35 vjeçar është qelluar me armë zjarri nga persona ende të paidentifikuar plotësisht. Si pasojë të shtënave, i riu ka mbetur i plagosur në këmbë dhe është transportuar menjëherë në spital, ku ndodhet jashtë rrezikut për jetën dhe nën kujdesin e mjekëve. Hetimet paraprake të policisë së Lezhës kanë çuar në identifikimin e dy personave të dyshuar si autor të plagosjes, ndërsa forcat e rendit vijojnë punën për lokalizimin dhe arrestimin e tyre. Në një tjetër zhvillim, po në të njëjtin har kohor, në Balldren të vjetër është raportuar një shpërthim në një biznes i dyshuar si shkaktuar nga lëndë plasëse. Zona është rrethuar menjëherë nga policia, ndërsa ekspertët kanë nisur këshyrje në vendngjarje për të përcaktuar natyrën e shpërthimit dhe autorët e mundshëm. Për këtë rast, policia ka shoqëruar një person të dyshuar i cili po merret në pyetje në lidhje me rrethanat e ngjarjes. Prokuroria e Lezhës ka marrë në drejtim hetimet për të dyja rastet, ndërsa deri më tani nuk ka konfirmim nëse plagosja në Shëngjin dhe shpërthimi në Balldren kanë lidhje me njëra tjetrën. Hetimet vijojnë për të zbardhur plotësisht dinamikën e ngjarjeve dhe motivet e tyre.